E kam pasur një recetë që bëhet me karota, edhe dojna me e provu e me pa se qysh po bëhet. Okej, i kemi bë këto karota tash kështu si shirita, edhe ta shohim. Receta po thot për me i hedhë edhe hudër, po unë nuk e kam një ashtu shtypse, edhe do të provoj me i bë me thik hudrën sa ma të vogla që është e mundur. Nëse ju e keni luk, vaj të susanit, ose sesame oil, lang të sojës, ose sos të sojës, 2 luk gjithashtu. Unë pja hedhe dhe pak se është my favorite. Pastaj po thot ufull të orizit, 1 luk. Po thot pak uthull normal. Unë s'kisha tjetër, kështu që 2-3 pika. Në fakt, e kam bënë një ufull të drevzës. Nuk e di nëse shkon me këtë. Arome, këto e kam bë për shpis, vetë e kam bë me drezat, është shumë e lehtë, i kam pre drezat edhe i kam hedh ufull të bardhë. Gjithashtu, po thot me ja hedh do fara të susanit. Okej. Ta shohim si po bëhet. Edhe gjithashtu unë du me i hedh pak edhe spec djeks, për arsye se më që shkon mirë, po kon djeks pak. Beni sigurisht s'ka me i pëlqy, që është e djekst, po ta shohim si po bëhet. Receta pastaj tha me lon për 20-25 minuta me nejt në frigorifer. Të bëjmë qështu një herë. Era po vjen shumë e mirë. Ta shohim. Që kjo thanë që ka shumë se karotat kishin vitamin A, e cila po e krijoi ka pastaj në trup retinolin, i cili sigurisht keni ndëgju që është shumë i mirë për lëkurën e fytyrës. Unë për herë parë po e provoj, ta shohim se si po bëhet. Shikemi pas 20 minuta. Receta ka thonë me hedh edhe do lime që gati ata me haru. Këtë që po ja hedhim tash, edhe ta shohim. Receta po thot me hangër veç këto, mirë po në bona edhe pak pull, se veç karota më do pak. Ta provoj. Shumë mirë. Me të vërtet ja vlen me e bo. Gëzuar.